Nëse një djalë nuk është e fiksuar pas qefjes së flokëve, atëherë ka diçka që nuk shkon. Sot vendosa ti besoj fytyrën dhe qefjen e flokëve dikujt tjetër, ose më saktë një salloni të ri që është hapur tek rruga e Kavajës. Bëhet fjalë për Berber Alp, që mund ta them pa frikë që është nga më të njohurit në Shqipëri. Duke qenë se unë punoj në mjekësi, e kam shumë me merak pjesën e dezinfektimit dhe mora vesh që tek Berber Alp bëhet dezinfektimi çdo ditë, si ambienti ashtu dhe mjetet e punës. Më pëlqyen shumë motive tradicionale shqiptare, si dhe veshja e stafit me jelek dhe qeleshe. Salloni ka goxha hapësirë për të ofruar shërbime të bazë, mirë po unë kisha dëshirë të qethesha tek zona VIP, që është më private se sa pjesa tjetër e sallonit. Quhet Oda e Zotnisë dhe më trajtuan tamam si zotni, më sollën kafe dhe më vendosën muzikën shqip që unë preferoja. Kushton 50.000 lekë të vjetra për të gjitha shërbimet, është shumë vel relaksuar dhe nuk dilni nga aty pa një 2 orë të mira. Modeli im i flokëve është i thjeshtë, për këtë herë ja lash në dorë bebeqet, më qeth ai sipas mënyrës së tij. Rregulloj pak mjekrën duke i dhënë formën e duhur bashkë me përdorimin e dyllit dhe për vetullat përdori metodën me fije. Po ndjen një super rehatisa që më vjen t'ja fus gjumit, por nuk mundem dot. Më pas nisim hidrofacialin, ose e thënë shqip trajtim pastrimi dhe rigjenerimi i fytyrës me ujë dhe serume. Kjo gjë më pëlqeu sepse nuk është nevoja të shkoj në disa qendra apo klinika për të bërë kujdesin e fytyrës. Çdo gjë e bëj tek Berber Alp, nga pastrimi i fytyrës, poreve, akneve, maskat dhe çdo procedurë tjetër që bëhet me pajisjet e reja më të fundit dhe të sigurta. Çdo procedurë ishte shumë e lehtë, relaksuese, pa dhimbje dhe më ka pastruar shumë mirë fytyrën. Realisht kisha kohë që doja të bëja një trajtim të tillë, por nuk dija ku ta bëja. Mirë po zgjidhjen e gjeta këtu. Një rrugë shumë punë, do thoja unë. Me pak fjalë, nëse doni një trajtim që ja vlen, ju a rekomandoj Berber Alp patjetër.